Ndër të tjera do të ndiqni plazhi Velipojës i mbushur me mbeturina, pushuesit bëjnë punën e Benet Beci të Bashkisë Shkodër, janë detyruar të marrin qese dhe të pastrojnë vetë plazhin. Prokuroria ka shpërndar videon e vrasjes së 14 vjeçarit Martin Cani në Tiranë pas 8 muajve tragjedi. Institucioni i drejtësisë për post pa mëshirës morale ka shpërndar materialet filmike nëpërmjet zarave të rilindjes. Masakra në shkollën në Graz të Austrisë la pas 11 të vdekur në mesin e viktimave shqiptarja e Kosovës Lea Bajrami, 15 vjeçe. Ajo ishte nxënëse në të njëjtën shkollë ku ndodhi sulmi fatal dhe fatkeqësisht nuk arriti të mbijetojë dot plagëve të marra. Shikues të nderuar, ju përshëndes në këtë edicion informativ të në ekranin e televizionit Adeu. Plazhi Velipojës po i pret turistët mes papastërtisë dhe mbeturinave në rër. Një pjesë e pushuesve ka nisur të pastrojnë plazhin e mrekullueshëm të Velipojës. Ky gest vjen në pa edhe mungesën e pastrimit të plazheve në këtë sezon veror nga institucionet përkatëse, përfshirë këtu kryetarin e Bashkisë së Shkodrës Benet Beci. Sezoni turistik ka nisur në plazhin e Velipojës, ku pushuesit kanë mbërritur për të shijuar ditët me diell të qershorit dhe fladin e mrekullueshëm dhe freskin e detit që të ofron Velipoja. Jemi në javën e parë të qershorit dhe temperaturat e larta kanë bërë që shumë qytetarë të zgjedhin bregdetin e Velipojës për pushime. Një pjesë e pushuesve janë përfshirë edhe në nisma vullnetare për të pastruar vetë vijën bregdetare të Velipojës. Një qytetar ka kontaktuar me redakcinë tonë dhe ka dërguar video nga plazhi i Velipojës, ku shihen qytetar pushues të cilët mbledhin mbeturinat në zonat e rërës, duke dhënë një shembull pozitiv, por duke vënë në pa njëkohësisht edhe mungesën e pastrimit të plazheve në këtë sezon veror nga institucionet përkatëse. Në mungesë të ndërhyrjes së plot institucionale për pastrimin e plazhit para nisjes së sezonit turistik veror, qytetarët japin një shembull të shkëlqyer, duke pastruar vijën bregdetare. Ajo që duhet të ishte bërë nga strukturat publike po bëhet nga pushuesit. Në fakt, duke qenë se sezoni ka nisur, ajo që pritej nga Bashkia Shkodër me kryetar Benet Becin dhe institucionet përgjegjës se ishte një plazh i pastër, një zonë turistike, një perlë e Shqipërisë siç është Velipoja, nuk duhet të funksionojë me vetë organizim apo vullnetarizëm nga pushuesit. Nëse Velipoja synon të forcojë imazhin si destinacioni preferuar veror, duhet që pastrimi të mos mbetet një barr mbi pushuesit, por të jetë detyrë e bashkisë dhe institucioneve përkatëse. Një qytetari është drejtuar redakcisë tonë me një denoncim për Sallamet Hako. Ai është përballur me Sallam që në përbërje kishte një masë të ngjashme me sythat e patates, duke ngritur dyshime serioze mbi përbërësi dhe sigurinë e produktit ushqimor. Në redaksin ton ka mbërritur një denoncim për produktet e Hako. Një qytetari është drejtuar redakcisë son me një denoncim për Sallamet Hako. Qytetari shkruan se para një jave ka bler Sallam Hako në market dhe ka hapur për ta servirur në tryezën familjare. Qytetari është përballur me sallam të përbërë me një masë të ngjashme me sythat e patates, duke ngritur dyshime serioze mbi përbërësi dhe standardet e prodhimit. Ky rast është një këmban alarmi për mungesën e kontrolleve të rregullta dhe të rrepta në produktet ushqimore që konsumojmë çdo ditë, që ngren shqetësim të thellë për sigurinë ushqimore në vend. Siguria ushqimore është një çështje themelore e shëndetit publik. Produktet me origjinë të pasigurt të përpunuara në kushte të dyshimta higjienike përbën rrezik të drejtë për konsumatorin. Përbërës të panjohur ose të prishur, siç duket në këtë rast se Sallami Hako, mund të jetë një burim toksimesh ushqimore dhe sëmundje shafagjata. Rasti në fjalë me Sallamin Hako hedh dritë mbi domosdoshmërinë e forcimit të inspektimeve nga ana e autoritetit kombëtar të ushqimit. Konsumatorët kanë të drejtën të dinë se çfarë po fusin në trupin e tyre dhe të mbrohen nga produkte që nuk përmbushin standardet bazë të sigurisë. 8 muaj pas ngjarjes së rënë që tronditi publikun, janë publikuar për herë të parë edhe pamjet e atentatit me thik që mori jetën 14 vjeçarit Martin Cani në Tiranë. Prokuroria në shkelje të plot të ligjit për post-pamëshirës morale ka shpërndar materialet filmike nëpërmjet mediave të rilindjes. 8 muaj pas ngjarjes së rënë që tronditi opinionin publik, janë publikuar për herë të parë pamjet e atentatit me thik që i mori jetën 14 vjeçarit Martin Cani në Tiranë.
Ngjarja u regjistrua mesditën e 18 nëntorit 2024, vetëm pak metra larg shkollës Fanoli në kryeqytet, ku një konflikt fizik mes disa të rinjve u shndërrua në tragjedi. Martini u godit me thik në zemër nga bashkëmoshëtari i tij Mario Përlleshaj. Pavarësisht përpjekjeve për ta shpëtuar 14 vjeçarin, nuk mundi t'i mbijetonte plagës fatale. Ndërkohë që familjarët e viktimës vazhdojnë betejën për drejtësi në sallat e gjyqit pas 8 muajsh, prokuroria në shkelje të plotë të ligjit për post pamëshirës morale ka shpërndar materialet filmike nëpërmjet zarave të rilindjes. Skandali dhe lajmi i vërtet në gjithë këtë ka saphan që provoi dështimin e sistemit arsimor, është provokimi me pamjet e të miturit të ndjerë në media pikërisht atëherë kur ngjarja kishte mbetur një plagë në shërim e sipër, e cila u ngacmua sërish u shoqërua me lot gjaku. Në një zbulim ekskluziv të redaksisë Son u bë me dije se pjesë e grupit të vrasësit ishte edhe i biri jetuesve të BKH Kledian Bekaj, emri të cilit u fshi nga policia dhe prokuroria, teksa njëri prej të miturve i cili mbeti plagosur në ngjarje e denoncoi publikisht se kishte plagosur me thik. Bekaj u ndalua nga policia pasi policia pretendoi se ai nuk ka qenë i përfshirë në krim, ndërkohë që të kundërtën ka treguar i plagosuri Luis Meçaj. Redaksia jon zbuloi se Kledion Bekaj është djali Maksim Bekaj, hetues në Byron Kombëtare të Hetimit, dhe Nevila Bekaj, specialiste e regjistrave dhe statistikës pranë SPAK. Këshilli i Ministrave ka miratuar së fundmi ndërtimin dhe operimin për 49 vjet të një centrali fotovoltaik në fshatin Boçov të Fierit, një investim për më shumë se 80 milion euro. Mësohet se projekti do të realizohet nga kompania me pronar Angel Agalion. Këshilli i Ministrave ka miratuar së fundmi ndërtimin dhe operimin për 49 vjet të një centrali fotovoltaik në fshatin Boçov të Fierit, një investim për më shumë se 80 milion euro. Sipas të dhënave zyrtare, rezulton të jetë një ndër investimet më të mëdha të këtij lloji në vend, me një kapacitet prej 82 megawatësh. E kontraktuar për projektin që do të realizohet është kompania Albanian Solar Power, me pronar Angel Agaliu. Kompania është krijuar së fundmi në shkurt të vitit 2024 me një kapital prej vetëm 100.000 lekësh. Me një kërkim të thjeshtë në QKB, deri më sot kjo kompani nuk ka dorëzuar bilance financiare apo dokumentacion tjetër që tregon për kapacitetet teknike apo ekonomike për të përballuar një investim kaq të madh. Angel Agaliu është emër i panjohur më parë në fushën e energjisë apo biznesit, por jo në hierarkinë e pëllumb salillarit. Rezulton se Agaliu ka punuar më parë si punonjës i thjesht në kompaninë e ndërtimit salillari në sektorin e asfaltit. Menjëherë pas publikimit të lajmit për dhënien e lejes nga qeveria, profili i tij në Facebook është mbyllur, ndërsa ai në LinkedIn është redaktuar ku figuron tani thjesht si Angelo T. Ende nuk dihet se si është siguruar toka publike në Boçov të Fierit për ndërtimin e parkut diellor, një proces që zakonisht kërkon procedura më transparente që duhet i nënshtrohen konkurrencës përmes bashkive apo institucioneve të tjera shtetërore. Nga një shtrues i thjesht asfalti, në një investim strategjik me projekt 80 milion euro në duar, historia e Angel Agaliut mbetet për të zbardhur. Një sulmi i përgjakshëm ka tronditur qytetin e Grazit në Austri. Një person i armatosur hapi zjarr në një shkollë lokale ku ka qenë ish nxënës, duke lënë pas 11 të vdekur dhe 10 të plagosur. Ndër viktimat e konfirmuara është edhe Lea Bajrami, shqiptarja nga Kosova. Një sulm i përgjakshëm tronditi qytetin e Grazit në Austri mëngjesin e 10 qershorit, ku një person i armatosur hapi zjarr në një shkollë lokale duke lënë pas një bilans tragjik 11 të vdekur dhe 10 të plagosur. Ndër viktimat e konfirmuara është edhe Lea Bajrami, 15 vjeçme prej ardhje nga Viti e Kosovës. Ai ishte nxënëse në të njëjtën shkollë ku ndodhi sulmi fatal dhe fatkesisht nuk arriti të mbijetoj plagëve të marra. Sipas autoriteteve lokale, nga të shtënat kanë humbur jetën gjithsej 9 nxënës, një mësuese dhe autori dyshuar i sulmit, i cili sipas raportimeve paraprake dyshohet të jetë vetë vrar në banjot e shkollës pas aktit makabër. Mediat austriake raportojnë se rreth 30 persona të tjerë janë plagosur, disa prej tyre në gjendje të rëndë. Sulmuesi që dyshohet të ketë qenë ish nxënës të institucionit ende nuk është identifikuar zyrtarisht nga autoritetet. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në opinionin publik në Austri dhe Kosovë, ndërsa autoritetet janë duke hetuar motivet
Pas këtij sulmi të rënd, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka konfirmuar vdekjen e shtetases kosovare dhe është në kontakt me autoritetet austriake për veprimet e mëtejshme. Një aksident tragjik i regjistruar në Malaga të Spanjës i ka marrë jetën një 30 vjeçare shqiptare. Shoferi u përpoq të largohej nga vendi i ngjarjes, por u identifikua dhe më pas u konfirmua se kishte rezultuar pozitiv në testin e alkoolit. Vijojnë hetimet lidhur me zbardhjen e ngjarjes. Një aksident tragjik rrugor i ndodhur në Malaga të Spanjës i ka marrë jetën e Eveline Selim Musajt, një 30 vjeçare shqiptare e lindur në Ciserano të Italisë. Gruajare, e cila ishte zhvendosur në Malaga rreth një vit më parë, u përplas për vdekje nga një automjet që po drejtohej nga një njeri në gjendje të dehur. Sipas të dhënave fillestare, drejtuesi i mjetit u përpoq të largohej nga vendi i ngjarjes, por u identifikua dhe më pas u konfirmua se kishte rezultuar pozitiv në testin e alkoolit. Përplasja ishte aq e fortë sa që personeli mjekësor nuk mundi të bënte asgjë për të shpëtuar jetën e saj. Vdekja e Evelines u konstatua në vendin e ngjarjes. Lajmi i dhimbshëm ka tronditur komunitetin e Ciseranos, ku Evelina ishte lindur dhe rritur. Bashkia e qytetit publikoi një mesazh ngushëllimi në rrjetet sociale, duke shprehur solidaritetin me familjen dhe duke e kujtuar të ndjerën si një pjesë të dashur të komunitetit. Evelina ishte parukiere në profesion. Ajo kishte humbur baban pak kohë më parë, ndërsa nëna e saj dhe 2 vëllezërit më të vegjël jetojnë tashmë në Morengo. Pas lajmit tragjik, shumë miq dhe qytetarë kanë shprehur dhimbjen e tyre përmes rrjeteve sociale, duke e përkujtuar Evelinën si një vajzë të dashur dhe të respektuar nga të gjithë. Hetimet për ngjarjen vijojnë, ndërsa familja dhe miqtë e saj kërkojnë drejtësi për humbjen e parakohshme të Evelines Selim Musajt. Shikues të nderuar, ishin këto informacionet përgatitura për ditën e sotme. Bashkë mirupafshim.